Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të zgjasin edhe me 30 ditë lehtësimin e përkohshëm të disa sanksioneve ndaj eksporteve të naftës ruse në një lëvizje që administrata amerikane e justifikon me nevojën për të shmangur një destabilizim të mëtejshëm të tregjeve globale të energjisë. Vendimi u bë publik nga sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent, i cili deklaroi se Washingtoni do të vazhdojë të lejojë përkohësisht blerjen dhe transportimin detar të naftës ruse, pavarësisht regjimit të ashpër të sanksioneve të vendosura ndaj sektorit energjetik të Moskës që prej nisjes së luftës në Ukrainë. Sipas zyrtarëve amerikan, masa synon të shmangë një krizë të re energjetike e cila mund të godasë rënd ekonomitë më të brishta, sidomos në Afrikë, Azi dhe Amerikën Latine, në një moment kur tensionet në lindjen e mesme ka arritur ndjeshëm pasiguri në tregjet ndërkombëtare. Administrata amerikane argumenton se kufizimi i menjëhershëm i të gjitha eksporteve ruse do të sillte rritje të fortë të çmimeve globale në karburant dhe do të rëndonte më tej inflacionin ndërkombëtar. Vendimi vjen në një kohë kur konflikti mes Iranit dhe aleatëve perëndimor ka shtuar frikën për ndërprerje të furnizimeve me energji në rajonin e Gjirit Persik. Ndërkohë, reagimet politike në Washington kanë qenë të menjëhershme dhe të ashpra. Senator demokrat kritikuan administratën amerikane dhe cilësuan vendimin si një koncesion të pajustifikueshëm ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Sipas tyre, çdo lehtësim i sanksioneve rrezikon të dobësojë presionin ekonomik ndaj Kremlinit dhe të japë Moskës më shumë hapësi financiare për të vazhduar luftën në Ukrainë. Ekspertë ndërkombëtar të energjisë paralajmërojnë se ndikimi i kësaj mase në uljen e çmimeve të karburanteve në tregun amerikan pritet të jetë i kufizuar. Ata theksojnë se përfituesja kryesore mbetet ekonomia ruse, e cila vazhdon të mbështetet ndjeshëm tek eksportet e hidrokarbureve për të financuar buxhetin shtetëror. Ekonomia ruse është përballur muajt e fundit me presion të madh financiar si pasojë e sanksioneve perëndimore, kufizimeve bankare dhe sulmeve ukrainase ndaj infrastrukturës energjetike dhe rafinerive të naftës. Megjithatë, Moska ka arritur të mbajë të qëndrueshme eksportet e saj ndaj tregjeve aziatike, kryesisht në Kinë dhe në Indi. Situata mbetet e tensionuar dhe në tregjet globale të energjisë. Çmimi i naftës Brent është rritur me mbi $112 për fuqi, niveli më i lartë i muajve të fundit, ndërsa analistët paralajmërojnë se çdo përshkallëzim i mëtejshëm në lindjen e mesme mund të sjellë luhatje të forta në furnizimin botëror me naftë. Vendimi i Washingtonit shihet nga analistë si një balancë e vështirë mes objektivit për të izoluar ekonomikisht Rusinë dhe nevojës për të ruajtur stabilitetin e tregjeve globale të energjisë në një periudhë me tensione të larta gjeopolitike.